momentalisht ndodhemi në këtë fakt, që ky këshill e ka mbyllur mandatin e vet. Sot opozit është qytetaria e Maliqit, është komuniteti që ka dhënë vendimin. Ky këshill për mua e ka mbaruar legitimitetin e vet. Rregulloria nuk thot dhe platforma që ka ardhur nuk thot detyrimisht që duhet vendimi i këshillit të përputhet me dëgjesa. Megjithatë, këshilli mund të dilte me vendim, i cili shkonte kuvendit, kemi një kopje të gjithë procedurave, nëse nuk i ndryshojnë në konsultimet publike që do t'i shkojnë kuvendit të Shqipërisë, dhe qytetaria e ka thënë mendimin e vet. Thanë me pjesëmarrje të ulës të qytetarëve, po kush e ka detyrim përveç se ti thërresi dhe ti sqaroj këshilltar. Megjithatë nga matematika, se kemi qenë zënës të mirë dhe në aritmetik dhe në matematik, sa i më i vogël grupi popullatës i sonduar, aq më afër të vërtetës rezultati final. Do të thotë që ky rezultat final, 95-97% e pjesëmarrjeve në të kundërt të këtij bashkimi tregon realitetin e këtij vendi. Siç duket ky popull sot, qytetarët e Maliqit dhe të rrethinave të tij që preken më shumë nga kjo gjë e kanë dhënë mendimin e tyre, po ndihen të papërfaqësuar.